Përshëndetje mish, unë jam Blerina dhe kjo është Blokonomi. Sot jemi me podcastin e radhës të sipërmarrësve të nominuar në këtë edicion ton të katërt të iniciativës 40 në 40. Nominimet janë mbyllur, antarët tanë të bordi janë në prag të vlerësimit dhe të mbledhjes së të dhënave për sipërmarrësit e nominuar në këtë edicion ton të katërt dhe në fund të qershorit ne hedhim në treg revistën me cilët do të jenë këtë vit ata 40 më të suksesshmit në 40 vjeç në Shqipëri, Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut. Sipërmarrësa që kemi sot në podcast është e nominuar në Fortin Under Fortune edicioni Joni 4. Ajo është Erinda Myqelefi dhe është themeluese e EM Consulting SHPK me një eksperiencë plus 15 vjetë në fushën e financave dhe të kontabilitetit. Erinda thotë që nga dita e parë që është futur rrugtimit në biznes të ofrojë shërbime cilësore. Se çfarë eksperiencë ka pasur ajo, ku është rritur profesionalisht, do mësojmë shumë në këtë podcast. Erin, përshëndetje dhe faleminderit që na u bashkove sot. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit. Siç e thatë, unë jam Erinda Myqelefi, jam një profesioniste në fushën e financave dhe të kontabilitetit. Pasioni për profesionin tim më ka çuar që të themeloj dhe EM Consulting SHPK, e cila është një kompani e cila ofron shërbime kontabiliteti, konsulenca timore financiare. Por nuk e kam lënë me kaq. Pasioni im për të dhënë leksion në fushën e kontabilitetit dhe të legjislacionit tatimor më ka shtyr për të licencuar në Ministrinë e Financave dhe si lektore për të dhënë trajnime profesionale në fushën e kontabilitetit dhe legjislacionit tatimor. Të vendime kam marrë pasi shumë të rinj, pasi mbaroj fakultetin ekonomik, kanë ato vështirësitë e veta për të përshtatur në fushën e financave dhe për të punësuar. Ne prandaj kam marrë këtë vendim për të bërë trajnimet profesionale që për t'u ardhur në ndihmë të gjithë këtyre të rinjve të cilët duan të punojnë në fushën e financave dhe të hedhin hapa të sigurt që në fillimet e tyre. Erin, do të ndërpresë, do të zbulojmë shumë gjerë në fushën e veprimtarisë të biznesit tonë, po jemi shumë të interesuar për atë rrugtimin. Pra, ti ke deri diku një profil jo shumë publik, edhe për këdo që shikon për herë të parë apo dëgjon për herë të parë këtë podcast, do të di çfarë ka bërë Erinda përpara se sa të vendosë të bëjë themeluese e EM Consulting. Ka punuar në një Erinda 95 për dikë tjetër apo gjëja e parë që ti ke bërë me jetën tënde profesionale ka qenë krijimi i EM Consulting? Jo, unë hapat e parë si ekonomiste dhe financiere i kam nisur që unë kam qenë studente në një kompani prestigjioze në fushën e tregtisë në Athinë. Ato kanë qenë edhe hapat e mi të parë si financiere, por kanë qenë dhe hapa motivues për të hecur dhe më shumë dhe për të në profesion. Aty ka marrë ato themelet që do thoja e duhura të financës. Kam patur një mbështetje të fortë edhe nga pronarët e mi në atë kohë, që më dhanë atë pasionin që ta dua akoma dhe më shumë fushën e financave. Pasi kam krijuar një bazament të fortë, do thoja, ose një background goxha të mirë, unë kam vendosur të kthehem në Shqipëri. Dhe kjo eksperjenca në Athinë më ka hapur shumë dyert në Shqipëri për të punuar si financiere dhe kontabiliste në kompani prestigjioze në Shqipëri, në Tiranë, në Elbasan. Pas shumë vitesh punë, ajo që them 95, kam vendosur të themeloj EM Consulting SHPK. Por ama para se ta themeloj këtë kompani, unë kam punuar fort, jo vetëm si financiere, por edhe me Erindën si individ. Kam ndjekur shumë trajnime, jam përpjekur shumë për të arritur në atë nivel që të marr vendimin për të krijuar një studio kontabiliteti. Sa vite u bën me studion e Erind në treg? Sa vite ka EM Consulting? EM Consulting nuk po bën 2 vite në treg, nuk është se ka shumë, por unë si kontabiliste kam vite që punoj, domethënë me shumë kompani, duke më besuar financat e tyre. Dhe duke arritur atë nivelin profesional që unë për të marrë përgjegjësi akoma dhe më të mëdha, arrita pastaj që të themeloj EM Consulting SHPK. Dhe të kthehemi pak në rrugtimin tënd. Po. A mendon që në këto 2 vite ke bërë me ose pa dashje ndonjë gabim në biznes? Dhe kur them me ose pa dashje, se di, ta nisësh më herët në mënyrë të trajtuarit të klientit ose çastje se si je futur në biznes. Ka bërë Erinda ndonjë gabim?
Gabim nuk do thoja them të drejtën se siç e thashë më parë, mua më ka hecur nga ana profesionale, kam qenë shumë e thatë. Se që të fillosh punë në zyrë në fushën e financave ende duke qenë studente është një fat i madh. Unë pasi kam themeluar më consulting, do thoja që kam patur shumë eksperiencë më përpara. Dhe në biznes nuk besoj se mund të kem bërë në një gabim për sa i përket më consulting SHPK, por gabime në fillimet e mia kam bërë. Por kanë qenë mësime. Nëse unë kam gabuar, i kam gjetur ato gabimet e vogla, i kam analizuar për të përmirësuar dhe për të më bërë mësim në të ardhmen. Ke qenë vetëm ti e ri në këtë rrugtim apo ke pasur një partner në biznes? Partner në biznes kam bashkëshortin. Mhm. Unë jam martuar në moshë shumë të re, jam bërë dhe nënë në një moshë shumë të re. Dhe detyrimisht pa mbështetjen e atij nuk do kisha këtë sukses që kam sot. Gjithashtu kam patur mbështetjen e dy prindërve të mi, kanë qenë shtyllë për mua në çdo hap që unë kam hedhur. Edhe nëse jam rrëzuar, kam patur ato vështirësitë e mia, kanë qenë aty gjithmonë duke më motivuar që unë mos heq dorë nga ëndrat e mia, se që një vajzë shumë e vogël, nuk kam qenë shumë ambicioze. I kam patur ëndrat e mia shumë të qarta që në moshë shumë të vogël. Edhe duke patur në një bashkëshort i cili është rritur me mua, ka qenë motivues dhe shtys që unë të vazhdoj, domethënë që mos heq kur dorë nga ëndrat e mia. A ka qenë partneri dhe familja të njëjtat persona që ti i citon si mentor të tut, persona të cilët momentet caktuara të kanë thënë shkoj rind, nuk është momenti për të dhënë dorëheqje në thonjza nga kjo iniciativë, do të ecësh përpara. Apo ka pasur dhe mentor të tjerë që të kanë orientuar në fushë të ndryshme? Shiko, familja është kryesorja, është pikë së pika kryesore. Unë kam patur një baba i cili të motivonte duke thënë që ti ke një fuqi të jashtëzakonshme, ti mund të bësh gjëra edhe që ti vetë nuk arrin ti mendosh që mund t'i bësh. Por patjetër nuk mund të anashkaloj ata persona të cilat besuan biznesin tek unë, të cilët pan tek unë diçka, besuan më tepër se çka unë besoja në veten time duke besuar financat e tyre tek unë. Ata kanë qenë shumë motivues, edhe nëse unë kam bërë në një gabim të vogël ose në një gabim nga ato fillimet e mia, ata kanë qenë aty duke thënë mos u mërzit se ti mund t'ja dalësh. Dhe për këtë arsye unë gjej rastin t'i falenderoj pamas. Unë kam vite të tëra që punoj po me të njëjtët subjekte. Kam që në fillimet e mia, të thash, edhe pse kam punuar si ekonomiste edhe në subjekte prestigjioze, unë kam arritur që të krijoj atë paketën e klientelës time pa e themeluar akoma me consulting. Dhe kjo ka qenë dhe më e lehtë për mua pastaj pasi mora vendimin për ta themeluar me consulting. Dhe kështu që të gjithë ata bashkëpunëtorë që punojnë me mua edhe sot, sinqerisht jam shumë mirënjohëse për të gjithë atë motivim edhe mbështetje që më kanë dhënë. Edhe ju premtoj që dita ditës unë do jem një profesionist akoma dhe më e mirë. Unë nuk do heq dorë duke u përmirësuar dita ditës. Më pëlqen fakti që pranon që secili nga ne në një formë apo tjetër është duke u vetë përmirësuar. Asnjëherë nuk jemi në formën më të mirë të mundshëm. Unë doja t'i kthehem pak jove të marra në këtë rrugtim. Ti e tregove që ke qenë personazh me fat, që të ka ecur në shumë gjëra, por jam shumë e sigurt që diku në atë të shkuarën tënde, në kujtimet e të nisurit të hapat e para të biznesit apo të jetës profesionale, ke marrë nga një jo. Ka ndonjë nga ato jo që të ka lënë një shije, nuk doja të thoja shije të hidhur, por një nga ato jo që të ka dyfishuar dëshirën për ta çuar përpara edhe për t'i treguar që shiko, jo vetëm që mund ta bëj, por edhe mund ta bëj shumë mirë. Në një jo specifike që t'ketë dhënë atë stigmën tek unë nuk do thoja, por ka patur edhe raste që nuk jam përfunduar bashkëpunimet. Dhe siç e the edhe ti, nëse unë nuk kam përfunduar një bashkëpunim, e kam kërkuar në detaje pse nuk është finalizuar ky bashkëpunim, që unë të përmirësohem dhe të gjej teknikat më të mira të mundshme në të ardhmen që mos kem atë refuzimin e një bashkëpunimi tjetër. Edhe të kthehemi pak e më consulting, pa dashur të shkëputemi nga rrugtimi jot si përmarrës. Për këtë do që dëgjon për herë të parë.
Gama e produkteve dhe shërbime që Emo Consulting aktualisht ofron. Emo Consulting është një studio kontabiliteti, duke thënë ndryshe i përfshin të gjitha hapat e një themelimi të një biznesi, ndjekja e kontabilitetit, mbajtja e llogarive të kontabilitetit, deklarimet, mbështetja, konsulenca e vazhdueshme që ne kemi me klientët tanë. Ne mbajmë komunikim të vazhdueshëm për të gjitha ndryshimet ligjore që ndodhin në paketën fiskale. Gjithashtu ofrojmë konsulencë të vazhdueshme për të zgjidhur problematika të ndryshme që ata mund të hasin gjatë të veprimtarisë së tyre. Gjithashtu ne ofrojmë edhe konsulencë manageriale se si ata mund të maksimizojnë fitimet e tyre. Për të gjetur ato teknikat e dukura që biznesi i tyre të ecë akoma dhe më mirë. Ofrojmë gjithashtu edhe trajnime profesionale, siç e thash dhe në fillim. Është një pasion i imi të cilën e bëj me shumë dëshirë. Trajnimet tek ne janë individuale, që do të thotë çdo individ mund ta ndjekë trajnimin ose fizikisht në zyrën tonë ose online. Kam zgjedhur që ta bëj individuale pasi shumica e profesionistëve të rinj e lidhin atë pyetësorin edhe pjesën e trajnimit edhe me atë çka bëjnë në përditshmërinë e tyre. Dhe kjo më vjen mirë që unë deri diku ju vi dhe në ndihmë, që ata të ecin akoma dhe më shumë në anën profesionale. Erin, ti si shikon të 5 vjeçarit të të ardhshëm? Se mua më pëlqen pasoni me të cilën ti flet për profesionin tënd dhe mbi të gjitha për biznesin tënd, po në 5 vjet e tua të ardhshëm e shikon veten prapë ende duke drejtuar Emo Consulting apo ka ndonjë sirtar themi ne ndonjë ëndër për të diversifikuar portofolin? Unë kam themeluar Emo Consulting me ide shumë të qarta, që dua që të jetë një studio kontabiliteti lider në tregun shqiptar. Domethënë unë si e rinj nuk do ndaloj kur duke u trajnuar, duke u përgatitur akoma dhe më shumë profesionalisht si e rinj. Dhe Emo Consulting dua që të jetë një kompani lider në tregun e financave, si konsulent ose si zyrë kontabiliteti. Dhe është më tepër duke kam shumë dëshirë dhe besoj që do t'ja arrij në zgjerimin e temave të cilat do trajtohen në si trajnime profesionale. Kështu që nuk besoj se do të heq herë dorë nga Emo Consulting SHPK. Jo, nuk e thash ti duhet të heqësh dorë, apo nëse është ky plan. Po nëse ti do të dëshiron të zgjerosh, nuk e di, një Emo Consulting në Tiranë, një Emo Consulting në Kosovë. Jam duke diskutuar këtë si opsion, domethënë mund të jetë dhe shumë afër, por siç e thash, unë ëndrrën për ta zgjeruar dhe për ta bërë një kompani lider, e kam pasur shumë fillimet e mia. Domethënë kjo ka qenë pikë synimi im, që këtë kompani unë ta çoj shumë më përpara. Ta zgjeroj akoma dhe më tepër. Të jetë një kompani që njihet në fund të njihet nga të gjithë. Po, Erin, ti ku gjen motivimin për të ecur përpara? Të thash, kam një bashkëshort shok mbi të gjitha. Kam një familje që nëse unë punoj shumë, orare shumë të zgjatura. Edhe kam një familje që më mbështet. Domethënë kam të gjitha të përkrahjen që donte të kishte çdo grua në sipërmarrëse. Të jesh në bashkëshort është shumë e vështirë. Por duke patur të mbështetjen e pakufishme nga shtëpia, nga bashkëshorti, ty të bën akoma dhe më të suksesshme. Gjithashtu të bën që ta duash akoma dhe më shumë profesionin tënd. Është shumë e vërtetë. Unë do të të kthej pas në kohë tani Erin, do të kthehemi në 18-et e tua. Ti e njeh shumë mirë atë rindën 18 vjeçare dhe njeh po më mirë akoma edhe rrugtimin që ajo ka bërë si në jetën profesionale ashtu edhe në jetën e biznesit. Po ta kishe tani përballë veten tënde 18 vjeç. Çfarë sugjerimi apo këshille apo motivimi do jepe rindës 18 vjeç? Do ta këshilloja që mos heq kur dorë nga ëndrat e saj. Do ta këshilloja që edhe nëse rrezdohet, duhet të gjej fuqinë për të ringritur. Sepse, siç e thotë edhe Winston Churchill, suksesi vjen nëse ti kalon nga një dështim në një dështim pa humbur entuziazmin. Dhe kjo është ajo që ne duhet të kemi një vetbesim shumë të lartë. Domethënë unë do t'i thoja rindës që mos hiq dorë nga vetbesimi. Sepse ne si individ
kemi të gjithë brenda nesh një talent ose një pasion, një talent të cilën duhet ta kultivojmë. Se e thënë ndryshe 20% duhet talenti dhe 80% është punë. Kështu që unë një rindet 18 vjeç do t'i thoja që duhet punoj fort që të arrijë ëndrat e veta. Vetëm duke punuar fort ne mund të arrijmë atë çka duam. Nuk ka asnjë gjë të pamundur që ne si individ ose si qenie njerëzore nuk mund të arrijmë. Që me vërtet, unë nuk i shtoj asnjë gjë më shumë këshillës tënde që 80% është punë, 20% është talent. Dhe diferencën e bën persistenca, se sa i qëndrueshëm ti je në mënyrë të vazhdueshëm çdo ditë për ta bërë atë gjën përpara. Erin, do të falenderoj për gjithë kohën që na dedikove dhe mesazhet që përcolla. Shumë faleminderit juve dhe uroj të jem edhe si ta kenë marrë dhe të rinj shumë të rinj të tjerë këtë këshill që mos heqin dorë kur nga ëndrat e tyre. Se duke dashur atë profesionin fort do të jesh shumë të suksesshëm. Jam shumë e sigurt që ke motivuar dikë aty jashtë sot. Faleminderit dhe ju miq që na ndoqët. Vazhdo shihemi të mërkurën e ardhshme në orën 20:30. Nga unë Blerina, natën e mirë.